Përshëndetje. Përmes kësaj video po dëshirojmë me bo një manipulim thjesht me fotografi. Okej, kom zgjedhur dy fotografi, domethënë është fotografia A edhe B. Në këtë rast A-ja është një dhomë pjetës, te B-ja është një dritare. Tash ideja është që këtë dhomën e pjetës mu vendos një dritare dhe më duk për shembull ky e ka pamjen e mirë, domethënë se një pamje ka nga dhoma e pjetës. Okej. Pe klikoj fotografinë, pe bëj drag and drop këtu. Pastaj pe zvogloj me shift në mënyrë proporcionale, domethënë, edhe pe zgjedhej paraprapësisht pozicionin ku më vendos, pe gjej midis shtratit. Okej, pe arrit edhe pak. Okej. Edhe pe aprovoj mosje. Ja provova. Tash të marr, klikoj te kjo vegla këtu, domethënë te kjo e para. Pastaj shkoj kështu. Ja rriti hapësirën me rrotë edhe paraprapësisht kështu. Domethënë në shigjet majta zgjata as mundi me lëviz to. Pastaj siguroni që e keni selektuar fotografinë këtu edhe klikomi delete. Domethënë e fshetëm çat pjesë. Tash shkomi selektomi këtë tjetrën. Okej, deri këtu apo vreni ku është dallimi i ngjyrës. Këtu pe klikoj. Delete. Pastaj kena këtë pjesën tjetër. Hop, e selektoj me këtë. Delete. Edhe pjesën e lartë deri këtu. Delete. Edhe mumi ose klikomi këtu ose ctrl 2 bëhet deselektimi. Tash të zhvendos fotografia, po e vreni pak nuancat e ngjyrës, që tu janë pak më ndryshe, po duket pak si ma, domethënë si fake, si jo shumë e vërtet. E selektoj fotografinë dhe shkomi një hap, e klikomi këtu të parën, tani mund me shku me ndrru me shigjet. Shikoni që ndryshojnë nuancat këtu. Domethënë, me zgjedhni multiply. Që kjo e bën pak ma reale. Domethënë, varësisht prej rastit, edhe shikoni tani është vendosur një dritar me midis kësaj në dhomës tjetës. Po më provu edhe opsione tjera, për shembull nëse lëvizmi të poshtë, këtu fotografia merr nuanca ndryshme varësisht prej backgroundit, prandaj zgjedhni një nuancë më të mirë. Ne jam të i lëviz këtu me shigjet, ka mundësi të versioni ju nuk bën me shigjet, kështu që e mundi me hap edhe e provoni kështu. Të rasti em unë e vendosta këtë multiply. Tonë do paraprapësisht kështu. Ta heki, tani mundi me pa këtë fotografia.